duke parë prezantimin e mikut të ardhur më në fund nga Cambridge pas 7 vjetësh përpjekje, dhe si tha edhe Michael i 5 ministrash të ndryshuar, nuk mundet mos kthehem mbrapa në momentin kur ne hodhëm hapin e parë të digitalizimit në sistemin e arsimit lartë me provimet e hyrjes në universitete, duke vendosur një sistem rankimi të bazuar në rezultate dhe duke bërë praktikisht të pamundur vazhdimin e rrugës kaosit, ku kush kishte një mbështetje, një lidhje apo një mundësi për të paguar ka përcente dhe zinte vendin e dikujt tjetër që nuk kishte mbështetje, nuk kishte lidhje, nuk kishte mundësi për të paguar. Dhe në atë kohë pati një reagim shumë të madh kundër një procesi të tillë, por fatmirësisht vetë procesi i rrëzoi të gjitha pretendimet dhe të gjitha akuzat që u ngritën, sepse për herë të parë nuk pati ankesa. Për herë të parë ankesat e panumërta që shoqëronin proceset e hyrjes në universitet avulluan si rezultat i faktit thjesht se procesi ishte i tëri i bazuar në fakte dhe i tëri i përpunuar nga teknologjia dhe jo nga njerëzit. Sot ne më në fund e hedhim këtë hap tjetër kaq të rëndësishëm për t'i dhënë përsëri teknologjisë një hapësirë të konsiderueshme në trajtimin e shërbimeve në funksion të arsimit parauniversitar dhe të arsimit lartë. Po të kemi parasysh se në fushën e arsimit lartë, njerëzit merren me matrikullime, me regjistrime të formës diplomës, me njësime të arsimit mesëm dhe legalizime, për cilat në total ofrohen 52.000 shërbime në vit, po të kemi parasysh se në kuadër të provimeve të shtetit dhe të licencimit janë 18.000 shërbime në vit. Po të kemi parasysh se për provimet e maturës shtetërore, olimpiadat, provimet e arsimit bazë, testimin PISA, janë ofruar 88.000 shërbime në vit, dhe në total këto të gjitha bashkë shkojnë diku nga 150-160.000 shërbime. Atëherë merret lehtë me mend se sa i jashtëzakonshëm është hapi që hedhim sot, jo thjesht duke vënë teknologjinë në dispozicion të qendrës së shërbimeve arsimore, por duke vënë në dispozicion të gjithë atyre që marrin dhe do të marrin shërbime arsimore një standard ekselence si ai i Universitetit të Cambridge. Kjo është diçka që na bën krenar për faktin që ja arritëm kësaj dite, por është dhe diçka për cilën unë e ndjej të nevojshme që t'i kërkoj ndjes fondit,
t'i kërkoj ndjes shokut Martin, zotit Martin në fakt se nuk është me ne ky, po gjithsesi kur vjen puna dhe puna jemi të dytë partisë punës dhe t'i kërkoj ndjes sepse ka qenë një torturë e jashtëzakonshme për të përballur me parajgjykime, për të përballur me mentalitetin e administratës dhe për të përballur deri dhe me drejtues të qendrës të shërbimeve arsimore që e konsideronin mision patriotik të mos lejonin futjen e amerikanëve në punët e brendshme të arsimit shqiptar. Dhe qendra e shërbimeve arsimore u bë si nëndetësja 105, ndërkohë që gjithë ky proces u kthye si filmi ballë për ballë. Dhe megjithse unë mora anën e armikut, na u desh një kohë gjatë që më në fund ta mundsonin pushtimin amerikan të bazës heroike të shërbimeve arsimore të Republikës së Shqipërisë. Pati viktima, sepse ishte pamundur të bëjë ndryshe dhe natyrisht u desh dhe siç u prezantua këtu me drejt një personalitet politik si Mirela Kumbar që ta çonte në fund të punë. Sot jam shumë falenderues fondit, jam shumë falenderues shokut Martin, jam shumë falenderues edhe kolonizatorit që ka ardhur nga Britania e Madhe për të bërë prezantimin e gjithë skemës absorbimit edhe të asimilimit të qendrës shqiptare të shërbimeve dhe shpreh kënaqësinë time për këtë kala tjetër që ra dhe ju dorëzua ekselencës, ashtu si të gjitha kalat që kemi marrë ca nga jashtë e ca nga brenda për t'ia dorëzuar ekselencës që gjithmonë fondi ka sjell dhe është përpjekur të sjell në vazhdimsi në Republikën e Shqipërisë. Nuk mund të do të pakujtuar këtu edhe luftën për kalan e Butrintit, ca unë me qeverinë që e minuam kalan nga brenda, ca luftanijet e fondit dhe avionët bombardues dhe edhe Butrinti u mor nga amerikanët, edhe sot është në një proces të jashtëzakonshëm transformimi në funksion të ekselencës që i takon në menaxhim edhe që i takon edhe në rrjetin e madh global të monumenteve të trashëgimisë kulturore. Nuk dua të zgjatëm më tutje, por dua të them që me shumë kënaqësi sot do vazhdojmë ditën me disa plane të tjera djallëzore, marrjesh në zotrim nga amerikanët vlerave, aseteve, qendrave heroike të Shqipërisë. Dhe gjëja më e rëndësishme është që nga gjithë këto operacione armiqësore do fitojnë dhe do përfitojnë fëmijët, të rinjt, nxënësit, studentët, prindrit, sepse edhe ky proces tani më do të jetë një proces i drejtë, transparent, i barabartë, i pandikueshëm nga askush. Dhe siç u tha këtu, besoj që për gjithë ata që
logjikojnë një metodë dhe një standard i cili ka bërë ndryshimin cilësor në arsimin e lartë të Singaporit, hyn sot në Shqipëri dhe krijon premisat për një perspektivë shumë herë më të mirë se ajo që kishte deri para se të fillonte sot dita, arsimi i lartë dhe arsimi në tërësi në Shqipëri. Kështu që respekt edhe shumë faleminderit të gjithë atyre që e mundësuan këtë rezultat. Rezultati më i vështirë për të arritur paradoksalisht në të gjitha përpjekjet tona me Fondin Shqiptar Amerikan të zhvillimit, por që më në fund, si gjithmonë, ja dolëm. Dhe ka dhe një gjë tjetër që nuk mund të rri pa e përmendur, që sidoqoftë në fund të çdo betejë, i vetmi që humbet mas, flokësh edhe pigment jam unë, ndërkohë që Martini dhe Michaeli janë siç i kam njohur. Aleksandri unë nuk e fus në ekuacion se ai ka lindur me flokë bardha. Shumë faleminderit. Ne në ATF marrim shumë CV gjithë kohës për proceset ndryshme. Edhe si thënë asaj shprehjes, CV-t janë për ditur atë që ke bërë, atë që ke qenë. Qendrat e vlerësimit dhe testimit janë për të testuar veten atje ku do të shkosh. Dhe unë do doja të falenderoja dy CEO-t e fondacionit që kanë pasur durimin të na mbështesin në gjithë të përpjekjet tonë për të ardhur deri këtu. Si hap përmbyllës dhe i rëndësishëm i këtij aktiviteti, kalojmë në nënshkrimin e marrëveshjes midis ADF dhe Ministrisë së Arsimit, që shpreh angazhimin tonë përbashkët për përmirësimin e shërbimeve të QSH-s, forcimin e kapaciteteve dhe rritjen e sistemeve të tyre. Ftoj zonjën ministre dhe dy CEO-t e fondacionit për nënshkrimin e marrëveshjes.